Po thuaj në të njëjtën kohë, Asambeu, i mundur, ose më mirë, i shpartalluar në të njëjtën betejë, të përmendur me 30.000 veta, në anë të Ohrit, provoi se Skënderbeu, jo vetëm që ishte trim mbi trima, por edhe bujar. Dhe në të vërtetë, duke luftuar me gërsi shumë të madhe, ju vran gjithë rrojet përreth tij, ju plagos gjithashtu kali, por jo sa të ngordhte. Plagos edhe vetë me shigjet në krahun e djathtë. Dhe megjithse në një vështirësi të tillë, ku të gjithë punët i kishte pisk, i dërmuar mënjan nga kujtimi dhe pamja e kërdisë aq të madhe, që sapo pësoi, me anën tjetër nga dhimbja e plagës, dhe çka ja shtonte edhe më shumë të zezat nga nata që po plakoste. U të roq me pak nga beturinat e të vetëve, që u mblodhën rreth tij, ashtu siç ja solli fati, dhe Aratia në ndjekje sipër nga armiku dhe po qëndronte i fshehur së bashku me ta, duke pritur dritën. Megjithatë, shumë ja kishin frikër më tepër armikut, se sa dëmeve nga udhëtimi i natës, u larguan në përerësirë në vende më të sigurt. E i megjithse nuk e njihte as rrugën, as vendin, dhe asgjë prej gjëje, ndërhoq në një mal të vogël, ose më mirë në një pyll, jo larg kufive tonë, kurse prej kambit 4.000 hapa. Por ai nuk mundi t'i fshihej për një kohë të gjatë syrit të mbret të ushtarëve imperial. Polonjësit që u nisën para agimit, pasi gjurmuan, dhe vërejtën kudo, u kthyen me një herë fluturimtit tek kapedani dhe ja treguan të gjitha. Vetëm në një gjë u gënjyen ata, ka shkaku i errësirës, se vendit dhe intendësisë së drunjve, që besuan dhe pohuan se numri i armiqve ishte më i madh. Kështu që Skënderbeu, pasi i pikalit, prapoi për të dhënë fund atyre mbeturinave të fitores me tërë kalorësinë nga prapa. Barbarët, kur e panë se po vinte që së largu, dhe pasi ja parashtruan të pikluar gjithë punën kapedanit të vetë, që ishte edhe më i pikluar, në këshillim për të marrë një vendim, ndoshta jo prej ushtari dhe komandanti, por të nevojshëm për shpëtimtarët, i dilnin të gjithë me këmbë dhe pa armë fitimtarit, përpara dhe ta prisnin. Dhe kështu kapedani dhe iniciatori i vendimit, i shëmtuar dhe i la pas rosur, i tëri prej gjithë atij gjaku, jo ndryshe por tamam si Mark Antoni, kur shkoi tek lapidi sa asaj kërdie të Modenës, duke ecur i pari në kryet të vetëve, dhe duke kapur frerër të kapedanit ton, shpëtoi veten dhe shokët e vet, vetëm me një fjalë të lartë që tha, duke bërtidhur: "O Skënderbeu, ku vete? Kundër kujt e ke zhveshur shpatën? Kundër kujt i ke drejtuar shëgjetët? S'është nder as lavdi të fitosh nga hera. Mundu ndonjëherë edhe ti, ju edhe ti. Kështu, i mundur më mirë se sa fitonjët, do të fitosh, dhe do kesh më tepër lavdi nga triumfet e butësisë sate, sa nga triumfet e ushtarëve e fitoreve armike." Duke vënë buzën në gaz, siç e kishte zakon, dhe duke u kthyer nga të vetët, Skënderbeu tha: "S'ka gjë më të keqe se sa fati i keq, s'ka gjë më të urtë se sa nevoja. Të mundur, ne flasim sa më urtë, sa më bukur, kurse si fitimtar, kur s'do të dinim të flisnim kështu." Dhe duke kapur dorën e armikut, i porositi të mos dëshpërohej, sepse s'kish për të pësuar asgjë të keqe dhe të denjë për një skllav. Pastaj, pasi e lëshoi, pa urdhër që të nderojë dhe t'i bëjë shërbim me kujdes më të madh, dhe i ndihmuar me çdo gjë të nevojshme, çoi në një vend nga më të sigurt. Kështu barbari, jo vetëm që shpëtoi me gjithë shokët e vet, por edhe gjeti përkundrazi tek Skënderbeu, njeriun që u kujdes për mjerimin e tij, në një mënyrë pothuajse të pabesueshme. Në të vërtetë çka më të bukur e më të lavdishme
Perëndin e pavdekshme. Nëse ta duash, ti a dish për armikun e dërmuar, të shpartalluar dhe kësh dhimbje për të. Por ishi zhytur në fatkeqësinë dhe në mjerim. Pasi rande e këndej vendit me kal, bashkë me ushtrinë e vet. Dhe pas se kudo ishte i sigur nga rreziku i posive. Kthehej në kamp dhe më në fund, kur kisha arritur jo larg krujës, pati gëzimin dhe kënaqësinë e një fitoreje tjetër. Pas pak ditësh, Yusuf Begu doqi të njëjtën rrugë dhe pësoi të njëjtin fat, por duke pësuar kërdi e dëme më të mëdha. Veçanërisht, nga që ai me një numër më të pakët të ushtarësh, hyri në përleshje me një armik, fitimtar dhe ende të lyer me gjak armik. Pas hyri në shkuk me 18.000. Ai vendosi të futej edhe në pjesën më të brendshme të Epirit, pa vënë mend nga tërë kërditët e vetëve, pa u trembur nga shpartallimi i freskët i Hasanbeu. Skënderbeu, kur dëgjoi për ardhin e tij, çuditër se si njerëzit harrojnë kaq shpejt, dhe se çeti e kanë për gjakun e vet. Kthye nga ushtarët dhe u tha: "E jeni pra bashkëluftëtar të mirë, ratëse lindur për mundime, ose më mirë përfitore, e t'i dalin për para armikut të ri, kapetanit të ri, le ta nderojmë atë. Sepse ai, besoni mua, ka për të rëndeduar që në ndeshjen e parë. Britma provimi u dëgjuan nga të gjithë anët, dhe ushtarët ngriten kampin e u nisën pas tij. Kur arritën pranë shkupit, Skënderbeu dha shenjën e luftës dhe u lëshua si rufe mbi armikun nga të katër anët. Barbarit të cilit si janë merrte kurmendja se kundërshtari që po sulmonte do të mos e përfillte aq tepër, se do ta kishte një guxim aq të madh, saqë të largohej aq shumë nga toka e vet, dhe ta provonte fatin e luftës me armikun në truallin armik. Po as po të mundej, do të ishte mjaft i sigurt se do të shpëtonte, dhe as po të mundej të fitonte, se do të ripërtërinte fuqitë, e pritja atë pa qenë i gatitur si duhej, as me zemër, as me plane për betejën, në një mënyrë që ngjante më tepër rëmujës se sa ndeshjes. Kështu Yusuf Beu, me kuraj e fuqit të thyrë, pothuaj që në sulmin e parë, mori Aratin. Po kështu bëri dhe pjesa tjetër e ushtrisë. Pasi humbi jo shumë, me zi 300 veta, në shpërndarte të parath, ta i buri për para, kalorësia jonë, dhe nga që ata e kujtonin të parezi Aratin në viset e veta, shkaktoi një kërdi që se prisnin kur. Duke e shpën numrin e të vrarëve në plot 2000 veta. Disa të pak u zun të gjallë, për shkak se ndoqën një rrugë të gjatë dhe të papërshtatur nga frika se mos u bëhe ndonjë sulm prej fshatarëve. Yusuf Beu, cili po gaditej të rimërkëmte forcat dhe të kudrit se disi pritat, kundërshtarit. Ushtarët nuk ja pëlqyen mendimin, por pasi vazhduan Aratin, i gjendën pastaj më të udhës të ktheheshin prak tek kapedani qef prishur, se sa të mos ktheheshin fare, ku shfaqsuar mjaftueshëm me kërdin dhe mësimin që sapo patën nga Skënderbeu. Por për Skënderben nuk mungoi kur një pasardh të rreziqës, shumë të mëdha, nuk mungoi kur armiku. Jafar Karaxha Begu, prej Azie, burr të dëgjuar për fushata dhe plak, me autoritet tani më shumë të madh pranë Mehmetit. Sikur kishte qenë pranë Atit Murat, po e shtynte nga brenda një dëshirë e ëmbël lavdije, si ajo që shtyn zakonisht të rinj, ose më mirë fati i keq që u qëndron gjithmonë në prit burrave të mëdhenj e të përmendur me qollim, e t'ja shëmbullonte Skënderbeut me një kërdi, mbi Epirin tërë lavdinë e mëparshme dhe triumfet e merituara.
Ati si bënte më përshtypje, as turpi para pak kohë as ambeu, as pamja e tij fort e përçmuar, as fati i njëjtë që pësuan të tjerët. Rruga e njëjtë e fatit gjernat. Ju afrua Mehmetit dhe i tha: "Unë o prijesi im i fort i ngritur. Ndër ty dhe ndër baban tënë, kam korrur aq shumë triumfe, sa janë vitet pothuaj që kam mbushur. Tani, përpara gjitha atyre fitoreve të Skënderbeut, përpara gjitha atyre kërdive që kemi postuar ne, përpara krenarisë kaq të madhe e periotit, mua u ka pushtuar një farë harese e neverie për këta dhe për ata. Sot unë, pushtar, tani më veteran i plak, kam vendosur që të vënë në rrezik gjithçka dhe ja se do të sjell të gjallë apo kufomën këtu përpara këmbëve të tua, atë njeri fort të prapë dhe mos mirënjohës. Dikur rob të shtëpisë otomane, sot mbret të ndyrësirave e periotit, por zhliun e gjithë atyre kapetanëve të tu të vrarë. Ja se do t'i arrit edhe më tepër emrin, me këtë zverk, me këtë qaf. Prandaj lejo mbret, që të shkruan dhe të mblidhen ushtar sipas dëshirës sime. Unë do t'i kullandris me këto duar të gjithë punët, jo si kapetan, por si një ushtar e bari, dhe do t'i përballoj në vetë të gjithë detyrat, si në të zgjedhur të ushtrisë, si në pajisjen e saj. Se luftën e kemi me Ajdut, me mjeshtin më të madh të pritave, që është rritur mendja nga fitoret e shuma dhe që është fryrë nga plaçka dhe preja e shumë. Mehmeti i pranoi të gjithë dhe se la që t'i rrudhte vetullat. Siç i thon fjalës, madje i shtoi edhe 10.000 njerëz, ndërsa vetë ai pa të kërkuar për t'ia dalë në krye një punë aq të madhe, vetëm 30.000. Dhe ai kishte dërguar tani më përpara disa zbulonjës. Ja kujdesi i tillë nuk i mungoi as Skënderbeut për gjithë krajinën, jo vetëm të Epirit, por edhe të Maqedonisë dhe gjithashtu për viset më të brendshme të vetë tokave armike, duke u futur në tokë. Për këtë arsye udhëtimi Karaxhebeut u mor vesh me kohë, kështu që tanët patën mundësi t'i bënin më së miri të gjithë gaditjet kundër një rreziku aq të madh. Por Skënderbeu, kur dëgjoi për ta, siç thon tha: "Unë do t'i trembesha më shumë kapedanin, po të mos ishte plak, sa tërë ushtrisë." Karaxhabeu hyn ndoqën e kujdesur më mirë për veten e vet, sikur të kishte menduar për moshën, për fatin e vet të lodhur tani më nga gjithë ata triumfe që i ka lejuar, nga gjithë ato fitore që i ka peshuar. Skënderbeu njihte shumë mirë atë dhe kishte qenë shok çadre me të në një fushatë aziatike nën murat. Përpara se unë, zotë ja kem frikën, as 50 vjeçarit këtij njeriu tani më të plakur, cili ndikur të ri se kam përfillur fare, por isha gati fëmijë. Gaditën aty për aty forcat, madje edhe më shumë se sa që shkruar kundër Hasanbeut, për shkak të emrit dhe përvojës së shënuar të kapetanit në punë ushtrie. Dhe më njëherë u dërguan përpara, përmes 2 dibranëve, 2000 kalorës gjërë në tokat e tribalëve, aku thonin lajmet se du të vinte ai. Të fshehur, si zakonisht nëpër malet rreth e përqark, do ta kishin më lehtë. Ri binin dhe të dërmonin armikun, duke mbyllur në mes. Gjithashtu, edhe nga ana e barbarit u dërguan ose 4.000 nga të pararojës, ose pjesa tjetër e ushtrisë mori urdhër të priste në një vend të Maqedonisë të quajtur Kjer. Por pasi u zbuluan nga disa prej tanëve, dhe pasi shumë prej tyre u shtypën e u vranë, Kjerët morën aratin dhe i shpun Karaxhabeut, lajmin e kërdisë që pësuan, para sa ai t'i afrohej Epirit. Dhe kështu i pa fuqishëm siç ishte, ka pleqëria dhe ja ku një farë sëmundje, u bolluar sidomos për një farë kohe nga lajmi në fjalë.
Ai ra edhe më tepër shpirtërisht dhe turpërisht. I pikulluar jo aq për humbjen e ushtrisë që pa, sa për zbulimin e vet prej armiqve. Prandaj, pasi mendoi me vete më kot shumë gjëra të zakonshme, rrugën apo të kthehej prapë në Konstantinopol, për të rikthyer përsëri në pranverë. Me që ishte në të dalë të vjeshtës, më në fund. I mundur nga turpi, si erdhi mirë që ta shtynte luftën për më vonë. Prandaj, pasi e bëri të rrugën, pothuajse brenda 2 ditëve, erdhi e i nguli çadrat gjatë orës së parë të natës në një farë fushe, tanët e quajnë livat. E pasi u mbaruan të gjithë punët gjatë natës, u bën gati për luftë në mëngjes. Dërgoi lajm Skënderbeut që të urdhëronte të ndesheshin në betejë të rregullt, jo hajduç. Skënderbeu, duke i quajtur plak të vjetër, pasi do t'i përgjigjej së shpejti, dhe pasi dha shenjën, u lëshua mbi armikun se ishte bërë ende gati, por që ishte akoma duke këshilluar të thuash, siç e kanë zakon pleqt. Me gjithë këtë, aq i shpërthoi pothuaj qysh në fillim të betejës një shif fort i madh. Beteja u ndërpre, s'u bë asgjë që meriton të shënohet. Dhe gjatë gjithë atyre 3 ditëve, ra një shjaq i madh, aq sikur Karaxhabeu të mos e kishte zhvendosur kampin në vende malore. Shtarët e tij nuk do të shpëtonin pa mbytur. Kafshët që u mbytën qenë të shumta. Barbari, duke kujtuar për ndonjë shenjë gurëzie, la punën e mund, siç i thon fjalës, dhe pasi u iku dal nga tanëve, me rastin më të parë që pat, në për atë stuhi, u largua nga Epiri, me qëllim që të rikthehej bashkë me pranverën, po t'i lejonte pati plakut besimlet. Kur arriti me ushtri tek Mehmeti, thonë se në fillim, qortua ashpër prej tij. Pastaj u lëvdrua me që kishte shpëtuar ushtrin.